Në rastin e zënkës së komunarëve të Vitisë është thënë fjala përfundimtare. Prokuroria Bahtia Ademi tha në seancën e së enjtës se është vërtetuar koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së veprës penale nga i akuzuari Hysen Ymeri. Hysen Ymeri, ish shefi i zyrës së ofiçarisë në komunën e Vitisë, akuzohet se në vitin 2008, pasi ju kërkua ta ndrojë zyrën, sulmoi me fjalë të rënda, fyerje e edhe fizikisht zyrtar të tjerë të kësaj komune. Prokuroria i propozoi gjykatës t'ia falë besimin dëshmive të dëmtuarve Nezmedin Arifi, Daud Xhemali dhe Xhevat Bislimi, ndërsa mos t'ia falë besimin dëshmisë së Isuf Ibrahimit. Sipas saj, dëshmitari Isuf Ibrahimi ka dhënë deklaratë kontradiktore. Ish shefi i personelit dhe administratës së Vitisë, Daud Xhemali, tash zëvendës ministër i drejtësisë dhe Xhevat Bislimi, ish nënkryetari i komunës në Viti, fjalën përfundimtare e kanë paraqitur me shkrim, ndërsa për Nezmedin Arifin nuk kishte prova se e kishte pranuar ftesën. Daud Xhemali kishte deklaruar se mbetet pranë deklaratës së dhënë në polici dhe gjykatë dhe ka kërkuar që të bëhet ricilësimi i veprës penale nga pengimi i personit zyrtar në kryerje të detyrave zyrtare në sulm ndaj personit zyrtar në kryerje të detyrave zyrtare. Ndërkohë që edhe Xhevat Bislimi i është bashkuar ndjekjes penale. E kam thënë edhe më herët se Hysen Ymeri e ka sulmuar kryetarin dhe kërkoi që ai të dënohet sipas ligjit, thuhet në fjalën përfundimtare të Bislimit. Ndërsa i akuzuari Hysen Ymeri pret që të ketë aktgjykim lirues. Prej gjykatës dhe gjyqtarit çështjes pres që aktgjykimi të jetë lirues, për arsye se në mes një formë, mes një mënyrë, mes një provë, prokuroria publike themelore Dega në Gjilan nuk ka arritur që të argumentoj shkeljet e mia ligjore. Unë nuk kam shkel, megjithëse kjo lëndë është dorë të vendosur shumë më herët, sepse është ngritur propozim akuz para 5-6 vite, por kjo është viti i 6 dhe natyrisht po të kisha qenë fajtor, sigurisht se do të kisha vuajtur deri me tani dënimi, por kështu që kjo është zhagitur për shkaqe tani për mund të panjohur, ndoshta edhe politike, por sikur të jetë presë gjyqtari çështjes të marrë vendimi meritor. Aktgjykimi do të shpallet me 10 shkurt 2014.